këto sjellje të fëmijëve, Foni, vjen re më shumë në adoleshencë, apo ka fëmijë që e vazhdojnë këtë sjelljen arrogante? Ato fillojnë që në hapat e para, fillojnë dal nga dal, po t'jap një shumë të thjeshtë, që të kuptojmë. Kemi 2 nëna që lindin 2 fëmijë në një ditë. Po i bëjmë 10 ditë që të 2 fëmijët. S'ka rëndësi janë 2 djema, janë 2 vajza. Në çast që fëmia i vogël zgjohet dhe nuk shikon nënën, fillon të qaj. Me vrap nëna rend aty, ta shikoj, mos do ndruar, do të hajë, do të pi. I bën çdo nevojë dhe e tund fëmia flër, i qetë ose ri aty pa fjetur, s'ka rëndësi e shikon nënën. Fëmia tjetër hap syt se gjen nënën. Me fillon të qarët, nëna vrapon, ti bëj të gjitha ato veprimet që bëri nëna e parë, por ai vazhdon të qaj. Vazhdon të qaj dhe spushon. Është sëmurë, s'ka mundësi. Qanë, spushon. Çfarë është këtu? Çfarë është? Këtu është. Nuk ka asnjë sëmundje. Por? Ky fëmijë po tregon karakterin e tij që do ta ndjek gjatë gjithë jetës. Ky do të jetë hakmarrës, sepse siri nënat e koka, do që ta ketë aty. E ka hakmarrje të qarën. Mos kujtoni se fëmia është i pa djallëzuar, jo fëmia është. Jo, kuptonaj. Kuptone do atje. Atje, mos më ik këtu, të ndëshkoj, po më ike. Të gjithë kemi rritur fëmijët. Siç ka qenë një fëmijë nuk është tjetri. Po, kjo është e vërtetë. Tash sa herë kemi gdhir me fëmijë në krah, mos të shtiremi. Me një fëmijë kemi gdhir në krah, një tjetër ka fjetur që në momentin e parë ka qenë lart. Të lutem, shikoj një nga këta fëmijë që ti e ke patur të tillë në fëmijëri, ato ditët e para dhe shikoj se si është i rritur. Nuk kënaqet kur. Do të gjitha, do me thënë, do vëmendje të papar. Po ta ka dhënë shenjën. Ta ka dhënë shenjën që në fillim. Nuk ta bërin. Megjithatë, kemi të bëjmë me një gjë tjetër që të kthehemi tek çështja që nisëm atë. Te sjellja që bëjnë fëmijët ndaj prindërve. Pra, kur arrin në një moshë madhore që rriten fizikisht, fuqishëm, bëhen edhe marrin dhe ekonominë, atëherë ai fillon ti trajtoj keq. Ti trajtoj keq si një akmarrje për atë që nuk i kanë dhënë. Ose nga lidhatimi, ose nga agresiviteti që kanë treguar me të. Kjo është e prerë. Kjo është... Dhe mua më vin familjar, vin qajnë, më bën djali, më bën vajza, më bën këtë. Pastaj kur fillojmë dhe hym, mos vallë ka ndodhur kjo, ja, ashtu e kam bërë, po ja, ashtu, do me thënë. Dhe kush zgjidhja, se ka dhe zgjidhja tani, mos i bëjmë gjëra, se i errësuam do marr frika njerëzit në përshpia. Zgjidhja afër fundit. Jo. Ka zgjidhje. Terapia familjare. E pranojmë që kemi bërë gabim. E pranojmë që kemi bërë këtë. Është e vështirë që të pranohet edhe të thyet ajo egoja e babait apo e nënës dhe t'i thotë fëmijës më fal. Ne duam vetëm fëmijët ta tregojnë edhe të na kërkojnë të falur? Jo. Kur kemi bërë gabim, duhet të themi dhe ne më fal. Duhet një bashkëbisedim, duhet i hapur. Dhe pastaj fillojnë mes terapisë, mes atyre këshillimeve, e kapërcejnë ata që duan ta kapërcejnë. Kur hendeku shumë i madh, nuk mbushet. Kur është hendeku shumë i madh, Foni? Kur? Kur acarimet janë bërë shumë të mëdha, janë shumë të thella. Nuk mund të pranojnë të dy palët që të ulin hundën, të themi ne, që të pranojnë që kanë bërë gabim. Ajo thyerja e egos tonë. Jo, unë jam baba, të kam ushqyer, ti do më dëgjosh mua, ma ke për detyrë të më bësh këtë dhe këtë. Jo, nuk e kam për detyrë dhe nuk e ka për detyrë fëmia që atë që i ke bërë ti ta bëj ai. Jo. E lindë me dëshirën tonë, të lutem, e lindë me dëshirën tonë. Po flas si prind tani, çfarë detyrë ka fëmia? Fëmia? Po, çfarë detyrë ka fëmia, çfarë përgjegjësish ka fëmia dhe cila është ajo që unë pres të më kthej, jo në mënyrë, po themi, çamë dhe si ta dhash, sepse është marrëdhënie prind-fëmijë. Ne nuk i lindim fëmijët. Nuk mund të shikohet si një marrëdhënie thjesht midis dica ose dy individave. Ju kuptova. Ne nuk i lindim fëmijët që këtë që po të bëjnë të marrë shpërblesh. Fare. E lindim me dëshirën tonë për të patur fëmijë, për gëzimet tona, për qëllimet tona, sepse ashtu e ndjejmë, duhet jetë njësi, duhet jetë familje, duhet kemi fëmijë, duhet kemi të ardhme, të lëmë të pasardhësit ta. Kjo është një koncept që ne kemi për familjen, sepse ne mund të jetojmë të dy bashkë, po nuk bëjmë fëmijë dhe kjo është do të thotë që nuk kemi familje përsëri. Po. Por këtu është gjë tjetër. Po ne nuk mund t'ia kërkojmë ngultazi. Fëmijës bëj këtë se unë ta kam bërë, do ma bërë se s'bën. Jo. Po kur gjen familjen që kanë lënë nënën,
vetëm. Se ka humbur jetën babai. 4 fëmijë, 5 fëmijë, e lën vetëm dhe asnjë nuk përgjigjet për të. Si t'ja edhim kësaj? Sepse duhet parë dhe raportet çfarë lëshojmë nga goja ndaj fëmijëve tanë. Se si i trajtojmë fëmijët tanë, kur bëjmë diferencime me fëmijët tanë. Jo ky është i mirë, ky është i keq, për kokë të këtij, për kokë të asaj. Ky më ka bërë këtë. Duhet nëna do të jetë shumë, jo, janë të vogla, jo, janë të vogla duken, po janë të shumë të mëdha. Kjo prish raportet. Ajo do atë, le të mbaj atë, le ta mbaj ajo atë, i ka bërë këtë. Domethënë hyn ca lidhje familjare që nuk i kupton. Po kur vetëm mosha madhore mbaron. S'ke më fuqi. S'të çojnë as në shpinë të moshuarve, nuk të merr njëri për sipër, vuan nuk të vën njëri për të bërë ismet ato çastet e fundit. Pra nëna do të jetë ajo diplomatja më e madhe e familjes. Në qoftë se kemi një nënë të zgjuar, diplomate, e kemi familjen në rregull. Edhe një baba sigurisht, po nëna është ajo. Detyra kryesore e nënës ka qenë e vazhdon të mbetet. Do mbetet. Edhe në teoritë e psikologjisë. Chat GPT-ja, le të vi inteligjencë artificiale, si mamaja nuk do gjen. E bukur. Është mos e qartë. Por që duhet, kur shikojmë problemet e tilla, shkon te një këshillues, thuaj, më ndodh kjo, s'ka ndonjë gjë, ne për fat nuk japim as ilaçe, as gjilpëra, as operacione, ne nëpërmjet atyre teknikave dhe mënyrave se si ne bashkëpunojmë dhe si fillojmë të bëjmë ato, punët tona sigurisht, ne arrim t'i kapërcejmë këto. Kjo është gjë e bukur që ne e bëjmë. Foni po në rastin kur një prind duke mos parë nëse ka gabuar, duke mos parë asnjë gjë që mund ta ketë sjell një mosmarrveshje me fëmijën dhe thjesht për hir të qenurit mirë me fëmijën, thot më fal edhe për gabimin e fëmijës. Çfarë është rast? Dëgjoj, është gëlltitja që i bën mirë fëmijës kjo apo i bën keq? Në disa raste do të jemi të diplomat, por kur duhet që e shikojmë që ai e kërkon ngultazi do themi dhe më fal. Për gabimin e tij. Po. Po kur gjej momentin, pastaj e themi dëgjoj. Të tha mamaja ose tha babi kështu, po ishte kjo. Pra, për momentin ne duhet të zbusim gjakra, të zbutim tensionet, sepse njëri jo, ku vajtëm, pra rritim intensitetin tonë dhe bëhemi më të ashpër njëri me tjetrin. Kur një fjalë e vogël, në kohën e dur, në vendin e dur, e qetëson dhe rregullon. Pastaj duhet kemi parasysh që jo të gjithë fëmijët janë njësoj. Ne pavarësisht 2 prindër kanë qenë ata, por kur janë ngjizur është gjë tjetër dhe jemi të veçantë. Ne jemi të veçantë në llojin tonë dhe si personalitet nuk ngjajmë vëllezër dhe motra tona, nuk ngjajmë dhe nuk mund të kemi dot të një. Prandaj nëna sillet ndryshe, babai sillet ndryshe me fëmijë të ndryshëm. Dikujt që është më, të themi, ka atë impulsivitetin që themi ne ADHD që janë hiper të lëvizshëm, sillen më ndryshe, me një tjetër që është më qetë, që nuk krijon probleme, krijohet një dashuri e pa folur, e pa bërtitur. Ky s'më ka lodhur fare, ky është urat nga Perëndia. Ky tjetri, ky më ka nxjerrë të zitë e ullirit. Po tash këta janë produktet tona. Ne me porosi nuk i bëjmë dot deri më sot. Po i bëjmë nesër teknologjia se bëjmë. Sipas njërit dhe tjetrit të përshtatim qasjen, mënyrën e sjelljes dashurisë e gjitha me radhë. Po është e bukur. Por është art. Është art. Prindërimi është art, absolutisht, e kemi thënë gjithmonë. Foni, po, cila është në fund të këtyre që tham, cila është rëndësia e një marrëdhënie të mirë prind-fëmijë? Sepse më duket se ne po gabojmë me fëmijët edhe në atë që sot po shohim që lidhjet e tyre të dashurisë nuk zgjasin shumë. Askush nuk është tolerant në një lidhje dashurie. Mos ndoshta është kjo problematika që krijohet në shtëpi, prind-fëmijë, i llastuar shumë apo i llastuar pak, ai në një marrëdhënie kërkon vetëm të drejtat e veta dhe nuk arrin dot as të kuptoj, as të perceptoj dhe as të quaj normale edhe kërkesat e tjetrit. E tham që në fillim, çdo gjë nis nga familja. Ai imiton prindrit, imiton se si sillet prindrit njëri me tjetrin. Me sa kënaqësi, me sa dashuri, me sa agresivitet, me sa ironi i flasin njëri tjetrin. Në qoftë se këtu fillojnë të marrin ato mësimet e para të familjes, ashtu do të sillen dhe ata. Të thash, ne imitojmë, shikojmë dhe imitojmë. Sa do t'i thuash djalit apo vajzës, po marr një rast shumë të thjeshtë, mos e merr celularin boll më me celular. Po. Dhe ta kthem fëmia. Po ti
që rigjitet me celular, flet mua. Okej, këtu mbaroj. Mbaroj filmi. Me thënë, ti do t'jap për shembullin e bukur, shembullin e mirë, por kur ti nuk jep shembull, ai zorë se do ta kapërcej, zorë se do ta gëlltis atë që ti do më vonë. E qartë. Pra, janë hap pas hapi, por e tham dhe njëherë, sido që t'jetë më pjesa më e dhimbshme është kur fillon adoleshenca dhe ecin dhe ngjiten lart fëmijët, sepse tashmë kanë fuqinë fizike, kanë ekonomi që ata mund të vënë të punojnë dhe nuk ta kanë nevojë dhe mund të dalin jashtë, të marrin shtëpi me qira dhe të bëjnë gjëra të tjera. Këtu fillon dhimbja. Është ajo dhimbja e foles bosh që themi ne në psikologji kur ikin dhe fëmijët. Aty ndihet dhimbja më e madhe në familje. Shtëpia bosh, muret bosh, ajo tavolina, ai korridor që ishte gjithë atlete, gjithë këpucë përmbysura, tani s'ka më, ka rënë qetësi, njëri në një dhomë, tjetri në dhomën tjetër, ka ndenjë rehat, por ne pavarësisht se jemi në këtë reati, ne kemi nevojë për atë zhurmën e fëmijëve, për ato budallëqet që thoshim, ato lodrat që bën e gjithë ato, por kemi nevojë dhe për kujdesje sepse asnjëherë nuk e kuptojmë dhe kjo është mosha më tinzare kur ne akoma besojmë që jemi të fortë dhe dal nga dal fillojmë dhe fishkemi dhe vyshkemi dhe kemi nevojë për dashurinë e fëmijëve, ashtu siç do kenë dhe ata kur të vinë, se ku ai ikën shpejt. Edhe ata bëhen prindër shpejt. Nuk vonon. Dhe në fakt ishte shumë e rëndësishme kjo bisedë sot, Foni, ne do të jemi së bashku her pas here gjatë Hipokratit për të qenë pranë publikut që na ndjek me besnikëri dhe për të treguar që edhe harmonia në familje është pjesë e rëndësishme e shëndetit. Edhe sjellja e mirë me prindrit dhe fëmijët është gjëja më e mirë, shërbimi më i mirë që mund t'i bëjmë shëndetit, ndaj në programin e shëndetit nuk do të mungonin këto këshilla të vlefshme. Bëhet fjalë për shëndetin mendor. Është më i rëndësishmi ndoshta. Ndër më të rëndësishmit, ndër. Të falenderoj, të mirëpres sërish. Ju falenderoj dhe unë. Kënaqësi. Miqtë e mi, ky ishte minutazhi i përgatitur nga Hipokrati për sot. Shpresoj të na keni ndjekur, të keni qenë të vëmendshëm me gjithë këshillat dhe informacionin që ne dham sot për ju. Unë ju kujtoj takimin tonë të ardhshëm të shtunën tjetër. Bashkë mirupafshim, vijoni qëndroni me ne për një programacion të larmishëm për të gjithë ju.